ky shtet është ndërmarrje si përbashkët, ndërmarrje përbashkët me krimin e organizuar. Krahas patronazhistëve, krahas blerjes publike të votave, bota e krimit në këto zgjedhje ishte më zyrtare se kur. Ishte zyrtare. Ajo veproi në ombrellën e prokurorisë dhe politikës, Edi Rams, me të gjithë mjetet e veta. Bandat në qytetet e mëdha të vendit, po jo vetëm ato, arritën të fusin parlament, të punojnë për 28 deputet.